Big Brother Kosova, kur fjala bëhet presion, limini, alba dhe frika nga perceptimi i shtëpisë, në shtëpinë e Big Brother Kosova, presioni nuk vjen gjithmonë me britma apo debate të hapura. Shpesh ai vjen më i heshtur, më i ftohtë, më i rrezikshëm, përmes kërkesave për heshtje, përmes frikës nga çfarë po thonë të tjerët dhe përmes tentativës për të kontrolluar narrativën. Një nga momentet më delikate të këtij sezoni ishte ai kur Limini i bën presion Albës që të mos flas për të lartë e poshtë nëpër shtëpi, duke i shpjeguar se banorët tashmë e kanë inat dhe se po krijohet ideja sikur ai po ua merr vajzat të gjithëve. Mos fol për mua, fjalia që ndryshon tonin e marrëdhënies. Kur Limini i thot Albës, mos fol për mua lartë e poshtë nëpër shtëpi, kjo nuk është thjesht një kërkesë. Është një vendosje kufiri e pabarabartë, ku njëri kërkon kontroll mbi mënyrën se si tjetri shprehet. Në Big Brother, ku komunikimi është mjeti kryesor i lojës, ti kërkosh dikujt të hesh për ty do të thotë të kontrollosh narrativën, të mbrosh imazhin tënd dhe indirekt të kufizosh lirinë e shprehjes së tjetrit. Frika nga shtëpia, banorët më kanë marrë inat, Limini e justifikon kërkesën e tij me një argument të fortë emocional, banorët më kanë marrë inat, kjo fjali tregon shumë për gjendjen e tij psikologjike. Ai ndihet i vëzhguar, i gjykuar dhe i keq interpretuar. Në vend që të përballet drejt për drejt me banorët, ai zgjedh rrugën më të lehtë, t'i kërkoj Albës të mos flas, duke e bërë atë pa dashje pjesë të barës së tij emocionale. Mendojnë se do ua marr vajzat, paranoj apo realitet social. Një nga deklaratat më domethënëse të Limit është frika se banorët mendojnë se ai do ua marr vajzat e shtëpisë. Kjo fjali është tregues i një perceptimi shumë të ndjeshëm për imazhin mashkullor brenda një ambienti konkurrues. Në Big Brother, afrimiteti interpretohet si strategji, bisedat keq interpretohen dhe çdo lëvizje bëhet objekt dyshimi. Limini ndihet i etiketuar dhe kjo e bën të reagojë në mënyrë mbrojtëse, por jo gjithmonë të drejtë. Kam punë vetëm me Elionën dhe Benitën, ndarja që krijon tension. Kur Limini thotë, unë kam punë vetëm me Elionën dhe Benitën, të tjerave ua kam vënë vizën, ai përpiqet të sqarojë pozicionin e tij, por në të njëjtën kohë krijon hierarki, përjashton publikisht të tjerat dhe e vendos veten në qendër të vëmendjes. Kjo deklaratë nuk e qetëson situatën, përkundrazi, e përforcon idenë se ai është i përfshirë emocionalisht në mënyrë selektive, gjë që nxit edhe më shumë thashetheme dhe xhelozi. Alba, e vendosur mes ndjenjës dhe presionit. Alba gjendet në një pozitë shumë të vështirë. Nga njëra anë, ndjen nevojën të flasë, të shprehë emocionet e saj dhe të përpunojë atë që po ndodh. Nga ana tjetër, ajo përballet me presionin për të heshtur, për të mos e përmendur Limin, për të mos e dëmtuar imazhin e tij. Ky është një konflikt i brendshëm që e lodh emocionalisht. Nëse flet, rrezikon përplasjen, nëse hesht, e mohon veten. Presioni verbal, një formë e padukshme kontrolli. Psikologjikisht, kërkesa mos fol për mua është formë e kontrollit verbal, edhe kur nuk shoqërohet me agresion. Ajo e vendos përgjegjësinë mbi tjetrin, krijon frikë nga pasojat dhe e bën tjetrin të mendojë dy herë para se të shprehet. Në një reality show, kjo lloj dinamike është veçanërisht e fortë, sepse gjithçka ndodh para kamerave, reagimi i shtëpisë, tensioni i padukshëm. Edhe pse kjo bisedë ndodh në mënyrë më private, energjia e saj ndihet në shtëpi. Banorët e ndjejnë distancimin e Albës, vërejnë nervozizmin e Limit dhe fillojnë të spekulojnë. Në Big Brother, edhe ajo që nuk thuhet, flitet. Publiku, empati dhe shqetësim. Jashtë shtëpisë, publiku e sheh këtë situatë me sy kritik. Shumë shikues ndjejnë empati për Albën, vërejnë pasigurinë e Limit dhe shqetësohen për balancën e pushtetit mes tyre. Debati nuk është më kush ka të drejtë, por a është e drejtë ti kërkosh dikujt të hesh për të mbrojtur imazhin tënd? Një pikë kthese për marrëdhënien. Pas kësaj bisede, Alba bëhet më e përmbajtur, Limini më i kujdesshëm, por edhe më nervoz, dhe marrëdhënia e tyre hyn në një fazë të ftohtë. Ky është momenti kur afërsia fillon të zëvendësohet nga kujdesi dhe frika nga fjala. Përfundim, presioni që Limini i bën Albës për të mos folur për të nuk është një skenë dramatike me britma, por është pikërisht ajo që e bën të rënë. Është e heshtur, e vazhdueshme dhe e lodhshme emocionalisht. Në Big Brother Kosova, jo gjithmonë fiton ai që flet më fort. Ndonjëherë, loja më e rrezikshme është ajo që luhet me heshtjen e tjetrit. Big Brother Kosova, kur fjala bëhet presion, Limini, Alba dhe frika nga perceptimi i shtëpisë. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, presioni nuk vjen gjithmonë me britma apo debate të hapura. Shpesh ai vjen më i heshtur, më i ftohtë, më i rrezikshëm, përmes kërkesave për heshtje, përmes frikës nga çfarë po thonë të tjerët dhe përmes tentativës për të kontrolluar narrativën.
Një nga momentet më delikate të këtij sezoni ishte ai kur Limini i bën presion Albës që të mos flasë për të lartë e poshtë nëpër shtëpi, duke i shpjeguar se banorët tashmë e kanë inat dhe se po krijohet ideja sikur ai po ua merr vajzat të gjithëve. Mos fol për mua, fjalia që ndryshon tonin e marrëdhënies. Kur Limini i thot Albës, mos fol për mua lartë e poshtë nëpër shtëpi, kjo nuk është thjesht një kërkesë. Është një vendosje kufiri e pabarabartë, ku njëri kërkon kontroll mbi mënyrën se si tjetri shprehet. Në Big Brother, ku komunikimi është mjeti kryesor i lojës, ti kërkosh dikujt të hesh për ty do të thotë të kontrollosh narrativën, të mbrosh imazhin tënd dhe indirekt të kufizosh lirinë e shprehjes së tjetrit. Frika nga shtëpia, banorët më kanë marrë inat. Limini e justifikon kërkesën e tij me një argument të fortë emocional, banorët më kanë marrë inat. Kjo fjali tregon shumë për gjendjen e tij psikologjike. Ai ndihet i vëzhguar, i gjykuar dhe i keq interpretuar. Në vend që të përballet drejt për drejt me banorët, ai zgjedh rrugën më të lehtë, t'i kërkoj Albës të mos flas, duke e bërë atë pa dashje pjesë të barës së tij emocionale. Mendojnë se do ua marr vajzat, paranoj apo realitet social. Një nga deklaratat më domethënëse të Limit është frika se banorët mendojnë se ai do ua marr vajzat e shtëpisë. Kjo fjali është tregues i një perceptimi shumë të ndjeshëm për imazhin mashkullor brenda një ambienti konkurrues. Në Big Brother, afrimiteti interpretohet si strategji, bisedat keq interpretohen dhe çdo lëvizje bëhet objekt dyshimi. Limini ndihet i etiketuar dhe kjo e bën të reagojë në mënyrë mbrojtëse, por jo gjithmonë të drejtë. Kam punë vetëm me Elionën dhe Benitën, ndarja që krijon tension. Kur Limini thotë, unë kam punë vetëm me Elionën dhe Benitën, të tjerave ua kam vënë vizën, ai përpiqet të sqarojë pozicionin e tij, por në të njëjtën kohë krijon hierarki, përjashton publikisht të tjerat dhe e vendos veten në qendër të vëmendjes. Kjo deklaratë nuk e qetëson situatën, përkundrazi, e përforcon idenë se ai është i përfshirë emocionalisht në mënyrë selektive, gjë që nxit edhe më shumë thashetheme dhe xhelozi. Alba, e vendosur mes ndjenjës dhe presionit. Alba gjendet në një pozitë shumë të vështirë. Nga njëra anë, ndjen nevojën të flasë, të shprehë emocionet e saj dhe të përpunojë atë që po ndodh. Nga ana tjetër, ajo përballet me presionin për të heshtur, për të mos e përmendur Limin, për të mos e dëmtuar imazhin e tij. Ky është një konflikt i brendshëm që e lodh emocionalisht. Nëse flet, rrezikon përplasjen, nëse hesht, e mohon veten. Presioni verbal, një formë e padukshme kontrolli. Psikologjikisht, kërkesa mos fol për mua është formë e kontrollit verbal, edhe kur nuk shoqërohet me agresion. Ajo e vendos përgjegjësinë mbi tjetrin, krijon frikë nga pasojat dhe e bën tjetrin të mendojë dy herë para se të shprehet. Në një reality show, kjo lloj dinamike është veçanërisht e fortë, sepse gjithçka ndodh para kamerave. Reagimi i shtëpisë, tensioni i padukshëm. Edhe pse kjo bisedë ndodh në mënyrë më private, energjia e saj ndihet në shtëpi. Banorët e ndjejnë distancimin e Albës, vërejnë nervozizmin e Limit dhe fillojnë të spekulojnë. Në Big Brother, edhe ajo që nuk thuhet, flitet. Publiku, empati dhe shqetësim. Jashtë shtëpisë, publiku e sheh këtë situatë me sy kritik. Shumë shikues ndjejnë empati për Albën, vërejnë pasigurinë e Limit dhe shqetësohen për balancën e pushtetit mes tyre. Debati nuk është më kush ka të drejtë, por a është e drejtë ti kërkosh dikujt të hesh për të mbrojtur imazhin tënd? Një pikë kthese për marrëdhënien. Pas kësaj bisede, Alba bëhet më e përmbajtur, Limini më i kujdesshëm, por edhe më nervoz, dhe marrëdhënia e tyre hyn në një fazë të ftohtë. Ky është momenti kur afërsia fillon të zëvendësohet nga kujdesi dhe frika nga fjala. Përfundim, presioni që Limini i bën Albës për të mos folur për të nuk është një skenë dramatike me britma, por është pikërisht ajo që e bën të rëndë. Është e heshtur, e vazhdueshme dhe e lodhshme emocionalisht. Në Big Brother Kosova, jo gjithmonë fiton ai që flet më fort. Ndonjëherë, loja më e rrezikshme është ajo që luhet me heshtjen e tjetrit. Big Brother Kosova, kur Nata sjell batutat, Limini, dolcena dhe vitaminat e humorit para gjumit. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, Nata nuk është kurrë thjesht pushim. Ajo është skenë rrëfimesh të vogla, batutash të papritura dhe situatash që ndonse të zakonshme marrin kuptime të veçanta në dritën e kamerave. Një prej këtyre momenteve ishte ai kur Limini dhe Dolcena po bëheshin gati për gjumë, duke krijuar një situatë që u kthye shpejt në temë humori dhe diskutimi brenda shtëpisë. Rituali i gjumit, një pasqyrë e marrëdhënieve. Në Big Brother, edhe përgatitja për gjumë është një ritual social. Banorët flasin më lirshëm, lodhja ul filtrat dhe batutat dalin natyrshëm.
Limini dhe Dolcena, të shtrirë për të rehatuar, u gjendën në një pozicionim që u bë shkak për shaka dhe komente. Limini poshtë, Dolcena sipër, një detaj i thjeshtë, por që u shndërrua në moment komik, jo për shkak të vetë situatës, por për mënyrën si u komentua. Po më merret fryma, lodhja apo humor, Limini, me ton gjysmë shakaje, gjysmë ankese, shprehu se po i merrej fryma. Në çdo shtëpi normale, kjo do të ishte një fjalë kalimtare. Por në Big Brother, çdo fjali ka audiencë, disa banor qeshen, disa ngritën vetullat, ndërsa situata mori një kthes edhe më humoristike me reagimin e Dolces, Dolcena dhe vitaminat, ironia që zbut çdo tension. Dolcena, me stilin e saj të drejt për drejt dhe shpesh ironik, ju përgjigj, ulu poshtë, merr vitamina se je lart. Një fjali që u bë menjëherë shaka e natës. Vitaminat nuk ishin realisht suplemente, por një metaforë e pastër humoristike për energjinë, lodhjen dhe nevojën për qetësi. Kjo fjali tregoi shumë për mënyrën si Dolce përdor humorin për të shmangur keqkuptimet, e ul tensionin me ironi, dhe e kthen çdo situatë në moment të lehtë. Banorët, spektatorë të një komedie të vogël natë, banorët e tjerë e përjetuan këtë moment si një pauzë argëtuese pas ditëve të ngarkuara me debate dhe emocione. Disa e përkthyen si shenjë rehatje mes dy banorëve, moment spontan lodhjeje, apo thjesht batut pa asnjë nën tekst. Në Big Brother, shpesh publiku dhe banorët lexojnë më shumë se sa duhet, por ky moment u pa kryesisht si i pafajshëm dhe komik. Publiku dhe rrjetet sociale, vitaminat bëhen frazë, jashtë shtëpisë, publiku reagoi me të qeshura. Fjalia e Dolces u shpërnda, u komentua dhe u kthye në meme. Kjo tregon se publiku ka nevojë për momente të lehta, jo çdo skenë duhet të jetë dramatike. Humori i thjeshtë shpesh fiton më shumë zemra. Analizë psikologjike, pse këto momente vlen. Momente të tilla janë të rëndësishme sepse tregojnë anën njerëzore të banorëve. Larg strategjive, nominimeve dhe debateve, ata janë thjesht njerëz të lodhur që bëjnë shaka para gjumit. Limini, me ankesën e tij të lehtë, tregoi se nuk ka nevojë të duket gjithmonë i fortë. Dolcena, me batutën për vitaminat, tregoi se dita menaxhoi situatën me humor, pa e rënduar. Simbolika e skenës, kush është lart dhe kush poshtë, disa shikuese lexuan këtë moment edhe në mënyrë simbolike, kush është lart në lojë, kush ndjehet i lodhur, kush ka nevojë për vitamina emocionale. Edhe pse kjo analizë mund të duket e tepruar, Big Brother funksionon pikërisht kështu, edhe momentet më të vogla marrin kuptime më të mëdha. Një natë e qetë në një shtëpi jo gjithmonë të qetë, në fund, kjo skenë nuk ishte as konflikt, as romancë e madhe. Ishte një moment njerëzor, një copës normaliteti në një ambient ku normaliteti shpesh mungon. Përfundim, Limini dhe Dolcena, duke u bërë gati për gjumë, nuk dhanë një skenë dramatike, por një moment humori të thjeshtë që tregoi se Big Brother nuk është vetëm tension dhe lodhje. Është edhe lodhje, batuta dhe vitamina simbolike që i mbajnë banorët në këmbë, dhe ndonjëherë, pikërisht këto momente të vogla janë ato që publiku i mban mend më gjatë. Big Brother Kosova, kur fjalët peshojnë më shumë se ndjenjat, deklarata e Limit ndaj Dolces dhe pasojat e saj, në shtëpinë e Big Brother Kosova, fjalët nuk janë kurrë neutrale. Ato mbartin peshë, krijojnë aleanca, prishin marrëdhënie dhe shpesh lënë gjurmë më të thella se çdo veprim. Një nga momentet më të forta dhe më të diskutueshme të këtij sezoni ishte deklarata e hapur e Limit ndaj Dolces, e thënë live, pa filtra dhe pa përpjekje për ta zbutur mesazhin. Ishte një moment që ndryshoi tonin e marrëdhënies së tyre dhe ngriti shumë pikpyetje për mënyrën se si komunikohen kufit, respekti dhe loja brenda shtëpisë, deklarata që tronditi ambientin. Limini nuk foli me nënkuptime. Ai zgjodhi fjalë të drejtë për drejta, nuk i pëlqen stili i lojës së saj, nuk i pëlqen mënyra si vishet, nuk i pëlqen mënyra si flet. Këto fjali, të thëna publikisht, krijuan një heshtje të rëndë në ambient. Sepse këtu nuk bëhej fjalë për një debat strategjik, por për një kritik të drejtë për drejtë ndaj identitetit të një banoreje. Në Big Brother, kritika për lojën është e zakonshme. Por kur kritika shkon përtej lojës dhe prek stilin personal, komunikimin dhe shprehjen, ajo bëhet shumë më e ndjeshme. Këto ja kam thënë live, zgjedhja për ekspozim publik. Një nga aspektet më të forta të këtij momenti ishte fakti që Limini e theksoi se këto gjëra ja kishte thënë live. Kjo nënkuptonte mungesë frike nga reagimi, dëshirë për transparencë, por edhe gatishmëri për ta ekspozuar situatën para publikut. Kjo zgjedhje ngriti pyetjen kryesore: a ishte sinqeritet i pastër, apo strategji për ta vendosur veten në pozicion superior? Mua më pëlqen vetëm një gjë tjetër, fjalia që ndezi debat. Pjesa më e diskutuar e deklaratës ishte ajo ku Limini tha se, pavarësisht të gjitha pakënaqësive,
I pëlqen vetëm një cilësi tjetër që Dolce e bën shumë mirë, kjo fjali. E lën qëllimisht e paqartë, u bë menjëherë subjekt interpretimesh, disa e panë si minimizim të Dolces në një aspekt të vetëm, disa e panë si mënyrë për të ruajtur një lloj afrimiteti. Të tjerë e konsideruan si një fjali të rrezikshme që krijon pabarazi në raport. Në çdo rast, ajo fjali e vendosi Dolcen në një pozitë të vështirë, e kritikuar gjerësisht, por e vlerësuar vetëm për një aspekt të izoluar, reagimi i Dolces, qetësia e jashtme, tensioni i brendshëm. Dolce nuk reagoi me shpërthim. Ajo u përpoq të ruante qetësinë, por gjuha e trupit tregonte se fjalët kishin goditur. Në një ambient si Big Brother, ku çdo gjë ndodh para kamerave, të mos reagosh është ndonjëherë mënyra e vetme për të mbijetuar emocionalisht, por heshtja e saj u lexua në mënyra të ndryshme, disa e panë si pjekuri, disa si shok. Disa si pranim të një balance të pabarabartë, reagimi i banorëve, ndarje mendimesh, shtëpia u nda pothuajse menjëherë, disa banorë mbështetën Limit për sinqeritetin brutal, të tjerë e panë si mungesë ndjeshmërie dhe respekti. Disa u fokusuan te mënyra, jo te përmbajtja.